Komisioni i posaçëm për reformën zgjedhore është mbledhur sërish duke shënuar rifillimin e punës pas një periudhe ngërçi që pasoi përplasjet politike. Në takimin e parë për këtë vit, bashkëkryetari socialist Damian Gjiknuri theksoi se majoranca është e hapur për dialog dhe kompromis me opozitën. Me draftin paraprak, me qëllim që ne të kemi një produkt. Nuk do të thotë se do të jetë 100% i saktë. Produkti do të diskutohet mes partive politike, thash, me ekspertizë. Mund të shkojnë në Komisionin Evropian, se është një nga detyrat që na ka vënë Komisioni Evropian për ato që quhen interim benchmark, pra do të thotë që do të kemi dhe një review të tyre final dhe në fund ky draft do të jetë patjetër i dakordsuar, konsensual. Bashkëkryetari i opozitës, Oert Bylykbashi, paraqiti drejtimet kryesore të reformës së kodit zgjedhor duke nënvizuar rëndësinë e asistencës teknike nga partnerët ndërkombëtar. Të kërkojmë dhe zgjidhjen në lidhje me këto probleme duke marrë kontributin e partnerëve me ekspertizë ndërkombëtare dhe që na ka mbështetur rregullisht siç është OSBE-ja dhe ODIHR në mënyrë të veçantë, Këshilli i Evropës dhe Komisioni i Venecia si Këshilli i Evropës, por sigurisht dhe Bashkimi Evropian, apo aktorë të tjerë me ekspertizë të cilët do të asistojnë, besoj, në mënyrë decizive procesin. Ndërkohë deputeti socialist Ulsi Manja me tone batute shprehu dhe shumë besim tek ekspertiza vendase duke lënë të kuptohet se përvoja shqiptare duhet të ketë rol parsor në hartimin e ndryshimeve ligjore. Madje do thosha që ti komisioni tani në nivel ekspertize nuk e di ç'mendojnë bashkëkryetarët, po do ishte mirë të kemi edhe ekspert nga OKB-ja ose Bordi i Paqes, pse kupton? Por unë kthehem prapë aty ku e nisa. Ja ku i kemi ekspertët, më të mirë se këta s'kemi ku i gjejmë. Shumë faleminderit për ata që do t'i bashkohen, na japin asistencë dhe ndihmë. Thjesht ato gjëra që i themi për ditë në media, por dhe ato gjëra që i themi gjatë ditëve të votimit apo të numërimit, thjesht përkthehen kohë zgjedhor, zgjidhen edhe e ka kjo tryezë dorë këtë gjë. Palët të rënë dakord që reforma të mbështetet nga 6 ekspert, 3 të propozuar nga majoranca dhe 3 nga opozita, si përpjekje për balancë dhe përfaqësim të barabartë. Rifillimi i punës në komision shihet si një hap drejt uljes së tensioneve politike dhe arritjes një marrëveshje të gjerë me synim për të përmirësuar kuadrin ligjor të zgjedhjeve dhe për të rritur besimin e qytetarëve tek procesi demokratik.